në fshatin Agas në kryetarin e fshatit Selami Hotin nga Krusha. Sot i hipet lem të mira mësuesit Gani Elshani. Ka shumë njerëz, Gania ka qenë shumë i mirë. Kush e ka njoftë nga njerëzit të mirë të rrotine. 1906 të Nitës në fshatin Agas. Shkollën fillore e kreu në Krusht të Madhe, ndërsa atë të mesmen në Rahues. Shkollën e lartë pedagogjike e përfundoi në vitin 1987 në Prizren dhe po në atë vit filloi edhe procesin mësimor edukativ arsimor në shkollën fillore Vllëzrit Frashi në Drenos. Paralele ndarë në Pataqan të Epën. Në të njëjtin vit, ai u inkuadrua, do të aty punoi deri në vitin 1990. Më pas filloi mësimdhënie në shkollën fillore Baram Curri, ku edhe deri në vitin 2016 aty qëndroi në shkollën fillore Baram Curri. Më pas, nga viti 2016, filloi procesin mësimor në shkollën e Selami Elshani deri në ditët e sotme. Ganiu ishte pranë një veprimtar i shquar i çështjes kombëtare, ku edhe në vitin 1990 bashkë ishte në demonstratat bashkë me Semion, Agronin, Ilmion dhe Halimin. Aty edhe u plagos. Prandaj, përveç edukimit që dha Gani Elshani, ai i edukoi nxënësit edhe për adetarizëm, adetashuri dhe për këtë jemi mirënjohës tanë jetës. Unë, si drejtor shkolle, në emër të gjithë stafit të shkollës dhe nxënësve, ju ngushëlloj të gjithë familjarët dhe falenderoj shumë për pjesëmarrjen ju miq dhe dashamirë që jeni. Tani ka dhe një nxënës këtu një. Faleminderit. Për mësuesin tim Gani, në fshatin ton humbën një pjesë e shpirtit, shtigjet e fshatin mbytën në trishtim. Për mësuesit tim Gani, që në rritën e dritë, sot çdo zemër rre me dhimbje e vajtim. Në klasën e parë, kur të trembur erdhëm, deri në të tretën, na mbajti në duart e tia. Na mësoi ABC-n, lotët na fshiu, aty fillonte jeta dhe dituria. O mësuesi Gani, sa fort me përlote, ditarin e mbylle ikën me amshim. Për çdo fëmijë ose që rritet në fshatin ton, do të mbaj emrin tënd si një bekim. Tavolina jote sot ka mbetur bosh, por në shkollën ton zëri yt ende jehon. Ti nuk ishe një mësues, ishte prindi i dytë që na gavë si ndëron. O bëfsh i gjenetit, o shpirt bujar, drita që na ve, rrugën do të na ndriçoj. Jam të mirë mësuesi nga Gani, shkollës sonë në Selami Elshani do t'i mungosh. E pikëlluar familje Elshani, familja mësuesit avdhetar, mësuesit Gani, të ndëruar qytetarë të Nagasit, të Rrethinës, mësimdhënës të dashur, kolegë të mësuesit Gani, drejtori i shkollës, veteran të arsimit, bashkë qytetarë, bashkë luftarë këtu. Ne sot po ndahemi fizikisht nga një njeri i mirë, nga një shqiptar fisnik, nga një veprimtar i denjë, nga një abdetar i mirë, nga një mësues i përkushtuar, nga mësuesi Gani, i cili tërë jetën ja kushtoi edukimit dhe arsimimit të gjeneratave të reja. Mbi 38 vjet ai u angazhua pandalshëm në edukimin dhe arsimimin e brezave. Ai do të mbahet mend si një njeri i urtë, i dashur, njeri që ka lënë përshtypje dhe ka fituar respektin sa ishte gjallë midis nesh dhe një njeri i cili nuk ju kushtua jo vetëm arsimit, por edhe atë dhe dashurisë, fakti që u përmend nga drejtori se ai ishte pjesë e pandashme e proceseve të cilat kanë mundësuar qirimin e Kosovës, ishte pjesë e demonstratës së përgjakshme të 27 janarit të vitit 1990, ku u vranë
katër dëshmor, Nesimiu, Malushi, Hilmiu dhe Agroni, po ashtu u plagosën 10 të tjerë në mesin e tyre edhe mësuesi Gani. Ai mbajti një qëndrim jashtëzakonisht të drejtë edhe për sa i takon luftës armatosur të ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke qenë një nga mbështetësit më të mëdhenj të kësaj lufte, ashtu sikurse ishte pjesë e proceseve edhe pas luftës, pra ishte pjesë e angazhimeve edhe shoqërore, edhe politike, pjesë e lëvizjes kombëtare për shtirimin e Kosovës dhe mbi të gjitha ky do të kujtohet për jetë e mot edhe nga nxënësit, edhe nga kolegët, edhe nga bashkëqytetarët, për shkak se mësuesi Gani rrezatoi dritë, dituri, rrezatoi atë dhe dashuri dhe mbi të gjitha njerëzishmëri për gjithë ata që kanë pasur fatin që ta njohin. I përjetshëm qoftë kujtimi për mësuesin Gani, ndërsa familjes Elshani, Zoti ju dhash gajret, ju dhash forcë e Zoti i lash nosh. Pol, ngushëllim edhe juve, e gjithë banorëve këtu, e gjithë shokëve e miqve. E pas të lehtë dheun e tokës shqiptare për cilën kontriboj shumë. Lavdi. Si që pat ka plotë për plotë njerëz, kanë ardhur me dhënë lartomien e fundit, një njeri të mirë. 38 vjet ka eduku breza në arsim. Gjithë patave në Zonësin. Mojti fjalim. Edhe djemt i kanë mërgjim si shumë tjerë. Fjallin e madhja takova para një javë. Në përshëndes nga në Gofsi, ngushëllime familjes Elshani, mësuesit i qofti lehtë dhe i Kosovës.